Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet e tij dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë jemi të folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe ky është dersi i 80 më radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe jemi në hadithin e 32 më radhë. E folëm herën e kaluar një pjesë këtij hadithi, po na ka mbetë edhe pak gjëra që mujna me nxjerr për këtij hadithi. Edhe pse shumë sene mundemi me nxjerr për këtij hadithit, se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam prej mrekullive të tij e ka pasë me pak fjalë ka thonë shumë kuptime prej veçorive që ka pasur ky pejgamber. Edhe këtë hadith, pak fjalë, ka thonë hadith la darar wala dirar. Vetëm me dy fjalë hadithi. Edhe sos sanat janë nxjerr për këtë hadithit. Se kjo hadithi po thotë la darar wala dirar, hadithin që nisëm herën e kaluar, i bën mos i ban një prej kuptime për mbledh me veçiton që juve mos më rëndu. Mos i ban dam vetes tënde në çfarëdo aspekti, por as të tjerëve mos i ban dam. As vetes tonë mos i ban dam, ky dini joni pastër. Të lëran as ty as vetes tonë me i ban dam. Nuk mund njëri me thonë që jo, unë bëj çka du me veten time. Jo, dhe ty edhe për veten tonë ta kanë ndaluar Zoti. Mos i ban dam, se trupin çka ti e ki, çka ti e përdor, është i përkashëm për ty. Zoti ta ka dhënë me përdor përkohësisht në këtë dynjë. Kështu që kemi dhënë përgjegjësi për çdo gjë që ti i ban atij trupit tënd. Kështu me pak fjalë ta pejgamberi, dam vetes mos i ban e as të tjerëve. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull mos më i bën dam edhe të tjerëve. Nëse një gruaje ose një grua e ka një fëmijë është me barr. E ka një fëmijë në barkun e saj, një fetus, edhe dini Islam edhe ati që ka pritet me dalë në këtë dunja, ati fetusin në barkun e nanës edhe për ta, ka hen që mos me i bo dam, hen të që kjo hadithi mos me i bo dam, edhe ati. Për ta tha, pejgamberi alësa në hadithin që sita Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, tha, inna Allahe Teala wada ala musafiri as-sawm. Tha, Allah Azza wa Jall ja ka lehtësu agjerimin udhëtarit. Pra nëse i në udhëtim, të mundan agjerimi, nëse të mundan fat, të ba dam e ka ndalu shëriati me agjeru. Se mës me po dam, për vrejnë ke që lidhë me hadithin para prak. O shëtër salati edhe ja ka lehtësu udhëtarit namazin 4 recate me falë me 2 recate. Nëse i udhëtar, edhe hin në ato që quhesh udhëtar, kur quhesh e pyet hoxhën, kallëzën kur quhesh udhëtar, më rëndësi, nëse hin në udhëtar 4 recate sunetin se poleq, vetë sunetin e sabahut, edhe vetëm po, sunetet e tjera si falë. Edhe nëse ke qenë falës i suneteve të tjera, ditëve të tjera, këtu Allahu se ka pëlqy, s'ka dash që ti me falë sunetin, atë që përblen si ku ti me falë. Se ke falë kërja konë në vendas. Por tha, dhe forëzë që janë 4 recate drejka, këndia, jacia, falën nga 2 recate. Ti ka lecu, mos me të ngarku, se hadithi para pra që im të folë, me të në që ka tha, mos badam vetës, as të tjerve. Ndërsa vazhdan hadithi, wa anil hamili e wil murdi'i as-sawm. Edhe ja ka lecu, ja ka toleru, që mos me agjeru ajo gruaja që është me barë. O sepse mos me i bot dam foshnjës në barkën e vetë. Fetusit, mos me i bot dam, ja ka ndalu agjerimin. A përshet që të lidhë atit i barë, mos i ba dam vetes e as tjerve, as këti mos i ban. S'ka me agjeru. Po në moj, ti mon po i ba dam këti. Aja gruja, thëto në moj me agjeru, ti mon po i ba dam, s'ki me agjeru. E ndaluar. Tjetër, edhe tha pejgamberi edhe asaj që ka në gjinjë foshnje, është në gjithënje. Edhe mvarët foshnja prej gjithënje së nanës e vetë, edhe kja ka të ndaluar me agjeru. Nëse mvarët foshnja krej prej gjithënje së nanës, por mos me i bot dan foshnjës
e ka ndalu për me agjeru nona. Apo e drejni se si shëriat që ka sëqaru senet, kjo hadithi, pa qëta këm përmen në herën e kaluar që për këti hadithi në gjirën regula. Mos badam vetës e as të tjerve. Pastaj, e drejni për shembull njëri është i moshuar. Edhe ose ka një smundje, nuk është shumë i moshuar, por ka një smundje të rëndë që më bën mu fol në kom, është të lashe për to. E mundon veten e tij, e mundon trupin e tij, mendjen e tij, edhe. Shariati por mos më bë dëm, edhe këtij ka bos zgjedhje. Erë njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që sjell Buhariu, edhe i tha: "O i dërguari i Allahut, tha unë e kam një smundje, bawasili thonë, kjo smundje është e kam të lashe. E një dhimbje në kom, e ul, e shtrit, tha kam këtë smundje tana on kam të lashe, çka të baj unë, punën e namazit e kishin ndert sahabët. Tha çka të baj unë? Hadisi e këtij pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Salli qa'iman." Ty në mush mas pari falu në kom. Ama me bë dam, punat e damës që lidhet me çfarë hadithin paraprak. Nëse të bë dam ta, tha nëse s'mund fe in lam tastati' fa qa'ida. Nëse s'mundesh në kom, e di që bë dam, falu ul. Po nëse s'mundesh, tha nëse s'mundesh as ul falu në krah. Krejt në krah, shtit. Apo e vërejni, pse që kjo erë? Lidhet me qëtë hadithin, dam vetës mos i ban e as të tjerve. Se nëse kjo falet në kom, i ba dam vetës. I ba dam vetës, atëherë e ka toleru dini islam. Për këta dhe, në tha pejgamberi a.s. në hadithin që si muslimi, kur tha Allahu në hadith kësi: "Ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fa ja'altuhu bainakum muharrama." Unë o rëbë të me i bo zullum, se kjo me i bo damë dhe me i bo zullum. Tha unë kam ndalu me i bo zullumin, ja kam ndalu vetës time. Por atë ja kam ndalu edhe juve, mes juve me i bo zullum një tjetrit. Prandaj tha në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wasallam që sjell Buhariu tha: "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum." Tha pejgamberi alayhi salam se gjoku juaj, pasuria juaj, nderi juaj, janë haram në mesin tuaj. Kujdes në këtu. Për në pasurin kujdes, ba dam pasuri, ka regula tani. Kur ti ba dam në pasuri, ka regula. Dam në nderin tanë, ka regula. Edhe se në të tjera. Bile, kur është puna tash edhe për të tjerë, në mësaj njëherë pejgamberi alayhi as-salatu në hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi, tha nëse ju rastisë ju njerëz, nëse ju rastisë jo me konë pranë një vendit që e ka kopë qatë vendu murtoja, një smundja asoj kohë. Nëse rastisë me kopë pranë ta, mos hini ato. Pse mos me hi, se i badam vetës, vazhdo në hadithi. Po me hi, me konë, me një fshat, me një qytet, me një shtet, në të cilin është përhap murtoja, tha pejgamberi mos del prej ti, rreq ato. E pse mos me dalë, do më shpëtu. Po, ti me dalë po të ka kop, ta ne i ba dam të tjetët janë gjatë tjerve. A përse që ka sëqaru? As dam vetës e as dam të tjerve. Unë veç po i bin musha, me rëmbullaksus do që kanë përdurur fukahat që të hadith. Sa interesant, për mës me bo dam. Se hadithi tha, la darar u la dirar. Dam vetës nuk o me i bo. Që dhe ndë aspekt. As dam vetës e as dam të tjerve. Për i tyne, për shambull, njoni është një burë, është pak t'i pinërvëzuar. Edhe bashkëshortja e ti, hek për i ti, se kjo sabah aksham, ka herë 3 dit, e re dhe më thonë bashkëshortën e ti, edhe ndryshe s'merë vesh. Aja bashkëshortë bë jetim rej pa të drejt. A ne kënej, në kësi raste, ka të drejt bashkëshortja më thonë lëshëm, po du mundo. Se pas një arsye, e që të na e bojnë që në pa arsye. Heq pas një arsye, Allah i uzëzëvë këtuna. Ndërsa, pas një arsye, gruaja që thëtë, po du mundo, s'ka me një ere në gjenetit kërë. Në hadith e sharë. Po që këtë rast e rejë, dhe sabah aksham që ta është edhe kështë, e rejë shumë, du mundo, ko drejt me thonë. Thëtë, jo, në ty s'po të lëshëj. Në të rejë që sabah aksham, ma petë të lëshëj. Qka i tolerohet?
rregulli hadithi çka tha? S'ka dam vetes e as dam të tjerëve. E prej qësojna nxirret rregulli ad-dararu yuzal. Dami do të eliminohet. E çka më bën këtu? Dietarët islam thanë se në këtë rast gruaja ka të drejtë me shku të gjykatësi islam, ta dim. Rolin e gjykatësit islam e lun hoxha. Ka të drejtë me shku të gjykatësi islam edhe mi thonë, o gjykatës, jam të i hek për burit tem, lëshëm ti në emën burit tem. Edhe i lejohet gjykatësit me lëshu në emën të burit të vetë, edhe llogaritë të shkurrëzuar. Ose gruaja, ose hoxha në këtë rast, se të na lun më shumë rolin hoxha, edhe hoxha lejohet me lëshu pasaj me thonë ti e lëshua në emën të burit tam për çaj. Për shkak domit që i ja ka bo. Që rast tjetër, për shkak domit, këtë lidhë në hadithin, s'ka dam të tjerë as dam vetës. Njoni për shembull është i mësum, qashtu i lindur është për me bo telash dhe probleme, edhe zullum, ju ka tek thët nusës ty e thët une, e kam vendos qashtu për i nati tant, 4 muj dis ka mu të afru ofër, 4 muj s'ka mu të afru, 3 muj, 4 muj s'ka mu të afru, që? I teke qashtu. A di që kanë tonë djetarët me dhevit Hanefin që këtë rast, kanë tonë nëse bashkë që shtë vendos, ka të drejt gruaja me shku të gjykatësi me thonë lëshëm, ka të drejt gjykatësi me lëshu në vend burit vetë, pse? Pse kështu? Se po i ban zullum. Po i ban zullum. Pastaj, ka mundësi janë dy, nësa përmena, këtë gjë shumë që të aspekt në martesës, po, ka mundësi njoni për shembull është martu me grue, edhe nuk është të kënaqur as pak kjo grue me atë burr. Nuk është të kënaqur, ose edhe kundërta. Po, nga ona aspektit grave për flas më shumë. Domethënë nuk është i kënaqur se nuk s'muni afrohet, s'ka kapacitet, s'ka kujdin, veç si figurë, si kështu ekziston. Edhe në këtë rast, çka ka vënë sheriati islam? I lejohet kësaj gruas me thonë lëshëm, po du mundo, edhe i lejohet me shku të gjykatësi me lëshu gjykatësi në emën të burrit vet. Pse? Se i ba dam asojna. Veç të ne që shtu i ban dam. Pastaj rast tjetër, për shembull, nëse njoni e ka shpinë pranë, duhet pa dalë pse të himës të çike, të më thonë të ona tjetër, a mos sa shumë është përdor ky hadithi me pak fjalë, la darar wala dirar, as dam vetes mos i ban as dam të tjerëve. Në çdo aspekt. Që aspekt tjetër? Unë për më të gro, po që aspekti tjetër? E ki një këjshi, edhe shkën e marrën një shpinë tone pranë shtëpisë së këjshisë. Qëllimisht, me vetdije, me kast, e hap dritaret ankas, ja ban të dritaret të mëdhoja, ka obori dhe shtëpia e këjshisë. Per i noti, veç me pa krejt, me pas si në televizor, kështu, me pa krejt këjshin në abërë edhe në shtëpi e krejt e sa ne ka qillu ati këjshisë më i varë për shtëpia më e vogël, edhe në këtë rast, sheriati e ka ndalu kë me hop që si lloj dritarësh. Jo veç kaq, por me bovaki janë një këjshi qillon ju i mirë, s'po i thami keq. Po ju i mirë. Edhe çka ban? Atë kontën e bërllugit që pi musin, edhe që vjen tani ai kemi ju më marr, kontën e bërllugit shkon një derë para derës të këjshisë. Morët na bërë si akum derë. O, veç pëse para derës të këjshisë, ja ke derë, haram ke bo. Të ma ditët e tjera, ke bo haram se ke bo dam. Ja ke zonë derën këjshisë. Edhe ke bo dam. Ju veç kaq, po edhe nëse njoni bili, është fat i pëlqen me ndëgju muzika. I pëlqen me ndëgju muzika. Edhe çka ban? T'ja lëshën muzikën në shpit vetë dhe këtena që ato. Edhe i hop ata gjomat ka këjshia. Që me i pengu edhe këjshis muzika e shpis tina. Me thonë drejten, e ka të ndaluar, e ka shqetsu dhe dam i ka bo këjshis, haram është të i bo. Kuj haram për muzikën dhe shka tjetër. Por edhe pse po i ban këjshis dam në sun po dëgjën. A i nga rote asun flet, asun flenas, për shkak zonit muzikës tonë, ose zonit në irahis tonë, edhe kjo hin, e ke shqetsu, i ke bo dam, ke bo haram. E vrejni qysh, sa regullin nxirret prej kësajna. Pastaj, për shkurtoj dhe, rast tjetër, për shembull, njoni me ko shteti islam, ka bo një shpifje.
një gënjeshtër në derin e dikujt, që është shumë për hapën e mesin tonë. Dhe më thonë, e ka më një shpipje, gjykatësi, kadia islam, duhet me thonë, peja ka, ktheje shpinën që të ka dole, e një thu për si të mirë, nuk u kështë me morë qka shlesë, mi mësu, por vetëm se një thu për si të mirë, edhe ktheje shpinën ka dole, e vëng, mi mësu, një 80 herë, e me t'ja kuq shpinën, një 80 herë, Allah së të punë më kërë, të shkon shëriati, Allahu mustan. Ndërsa kur ti më shën 80, ama dam s'ko, me 80 nuk o dam. Një unë i thështë që jam fort i natosër, thët ati gjykatësit ju 80, ati që e zbatën tani ato urdhën e gjykatësit. I thët gjellatit, me thonë, i thët ju 80, më shenje 100 banja, se pe lyp, 100 që kjo është ndaluar, haram. Pse? Se la darar o le dirar. S'ka dam mi bon të tjerëve as vetës. Ty ke bon dam ma shumë se sa që ka kërku shëriati. Shëriati ka 80 i pja ma 100, nëse 200. Edhe kështu edhe këtë ka ndalu. Vallai nashta na meten edhe pak me nxjerr, se janë të dobishme disa gjëra. Nëse shoh me nxjerr me disa të tjera, nëse ju vazhdoni në hadithin e radhës. Lusmi Allahun të na fort na mëshironi, lusmi Allahun azza wa jalla me pejgamberin xhenetën e takon, walhamdulillahi rabbil alamin.